Ewabët, robërit e penduar. Në Kur'an shprehja ewab shënon personin i cili është duke i kryer urdhrat e Allahut madhëruar dhe duke u larguar nga ndalesat e tij. Ai pa ndërprer i kthehet Allahut të lartësuar dhe braktis mëkatet për shkak të mirësive dhe braktis mosbindjen për shkak të bindjes ndaj Allahut xhelleshanuhu. Shprehja ewab është në gjuhën arabe dhe vjen me kuptimin si i penduar, i kthyer. Sipas Ragib Isfahaniut, ewab është çdo njeri që kthehet te Zoti i tij duke braktisur mëkatin dhe duke përqafuar zbatimin e urdhrave të Allahut. Allahu i madhëruar thot: kurse xheneti do t'u afrohet të devotshmeve shumë afër secilit, kjo është ajo që ju është premtuar juve, secilit që është penduar dhe është ruajtur, i cili është friksuar të mëshirshmit edhe pse nuk e ka parë të, dhe ka ardhur para tij zemërbardh. Do t'ju thuhet: hyni në të pranë xhenetet e Zotit në paqe. Kjo është dita e amshueshme. Kaptina Qaf, ajeti 31-34. Ewabin hafidh, secili që është penduar dhe është ruajtur. Në surën e Sad në Kur'an, Allahu i madhëruar thot: ndërsa Daudit i falem Sulejmanin, njeri i mrekullueshëm dhe një mend, ai është shumë i penduar. Innehu ewwabun. Kaptina Sad, ajeti 30. Pra Sulejmani, njeri i mrekullueshëm, i cili është penduar shumë dhe është kthyer në mirësi. Në këtë rast dhe pendimi dhe kthimi janë quajtur ebua. Si shprehje fetare, ewab tregon mos këmbënguljen e besimtarit në bërjen e mëkateve dhe kujdesin e tij, dhe ruajtjen ndaj urdhrave të Zotit madhërisëm, dhe largimin nga çdo gjë që Allahu i madhëruar e ka ndaluar, dhe kthimi te Allahu xhelleshanuhu. Kuptimi i plot i ewab është një emër i drejt për drejt kuranor, që do të thotë ai që pendohet gjithmonë, ai që kthehet gjithmonë te Allahu i madhërisëm. Ewabët. Ewab është ai njeri që duke u penduar i kthehet Allahut madhërisëm. Fjala ewab, njëjës, është përdorur 5 herë në Kur'an, ndërsa ewabin është përmendur vetëm një herë. Në 3 raste fjala ewab përmendet lidhur me Davudin a.s., Sulejmanin a.s. dhe Ejubin a.s., ku ceket se ata janë robër ewab të tij. Allahu i madhërisëm thot: duro o Muhammed për atë që thon ata dhe kujtoje robin ton, Davudin, të fuqishëm në fe, i cili gjithnjë i është drejtuar Zotit. Innehu ewwabun. Kaptina Sad, ajeti 17. Sipas Sejt Kutubit, durimi dhe këmbëngulja janë thirrja themelore e të gjithë pejgamberëve të Zotit. Robërit ewab. Në Kur'anin fisnik fjala ewab tregon njeriu i cili është duke zbatuar urdhrat e Allahut dhe duke u larguar nga mëkatet. Vazhdimisht i kthehet Allahut madhëruar dhe i largon mëkatet me synim të fitimit të sevapeve dhe braktis mosbindjen për hir të bindjes ndaj Allahut xhelleshanuhu. Allahu i madhëruar thot: ne Davudit i kemi dhuruar Sulejmanin. Ai është rob i mrekullueshëm. Ai me të vërtetë është drejtuar shumë Zotit. Ishte ewab. Kaptina Sad, ajeti 30. Gjithashtu thot: dhe merr me dorën tënde një tubë thuprash e rreh me to dhe mos e shkel betimin tënd. Ne kemi ditur atë të durueshëm. Ai është rob i mrekullueshëm. Ai me të vërtetë është drejtuar shumë Zotit. Innehu ewwabun. Kaptina Sad, ajeti 44. Në surën Kaf ceket disa herë shprehja ewab. Allahu xhelleshanuhu pohon se xheneti do t'u jepet të devotshmeve, muttaqin, atyre që pendohen dhe i kthehen Allahut, ewab, ata që kanë kujdes dhe janë vigjilent, hafidh, dhe atyre që janë të përkushtuar Allahut.
munib. Allahu i madhërisëm thot: kurse xheneti do t'u afrohet të devotshmeve, muttaqin, shumë afër secilit. Kjo është ajo që ju është premtuar juve, secili që është penduar, ewab, dhe që është ruajtur prej mëkatesh, hafidh, i cili i është friksuar të mëshirshmit edhe pse nuk e ka parë atë, dhe ka ardhur zemërbardh, munib. Kaptina Qaf, ajeti 31-34. Autori Ismail Karagoz ka shkruar si vijon: pendimi, teuba, për shkak të mëkatit, dhe inaba, forma më e avancuar e teubes, janë veçori të pejgamberëve të Allahut, të robërve të mirë të Allahut, salih, dhe besimtarëve të cilët janë vigjilent për Allahun. Allahu i madhërisëm thot: duro o Muhammed për atë që thon ata dhe kujtoje robin ton Davudin të fuqishëm në fe, i cili gjithnjë i është drejtuar Zotit. Kaptina Sad, ajeti 17. Në kohën e Davudit a.s. shkelja e njerëzve, shfrytëzimi i tyre dhe gënjeshtra ishin të përhershme, kurse Davudi a.s. duke i lutur Allahun e madhëruar dhe duke ju afruar atij, tregonte virtyte të përhershme, gjithnjë të bazuara tek Allahu. Lidhur me robërit vigjilent, Allahu i madhërisëm thot: në të do të kenë që të duan, e prej nesh ka edhe më shumë. Kaptina Qaf, ajeti 35. Mund të nxirret mësimi se besimtarët që hyjnë në xhenet janë ata të cilët para Allahut në ditën e gjykimit do të dalin të pastër nga mosbesimi, kufri, politeizmi, shirku, hipokrizia, nifaku dhe mosbindja. Të tillët gjithnjë pendohen, orientohen ka Allahu, ruhen nga mëkatet dhe kujdesen për dispozitat, kanë respekt të thellë ndaj krijuesit dhe e predikojnë fenë sinqerisht. Të jesh ewab. Ewabin, shumësi i fjalës ewab, përmendet vetëm një herë në Kur'an. Allahu i madhërisëm thot: Zoti juaj e din më së miri se çka në shpirtin tuaj. Nëse jeni të mirë, ani. Allahu një mend është falës për ata që pendohen. Lil ewabine ghafura. Kaptina El-Isra, ajeti 25. Allahu gjykon sipas qëndrimit të brendshëm të zemrës dhe qëllimeve sekrete të fshihura. Ai tërë këtë e di. Po ashtu derisa zemra është me mirësi, janë të hapura dhe dyert e pendimit dhe të faljes. Autoriteti i madh musliman Fahruddin Ar-Razi thot: nëse jeni të mirë, ani. Allahu një mend është falës për ata që pendohen. Kjo do me thënë që ju do të jeni larg nga tresave dhe të këqijeve, nëse në punët tuaja drejtoheni dhe orientoheni ka Allahu, ndërsa Allahu fuqiplot të tillë do t'i mëshirojë dhe do t'ua falë mëkatet. Ewabi është personi i cili e ka bërë zakon dhe shprehi të kujdeset për urdhrat e Allahut madhërisëm dhe të shpresojë në mirësinë e tij. Për ewabinët, të cilët cekën në Kur'an nga Sejid ibn Musejjebi, për cilët se ka thënë: ata janë ata të cilët të pendohen, e pastaj bëjnë mëkat dhe sërish pendohen, dhe sërish bëjnë mëkat dhe sërish pendohen. Përkundër faktit që të tillët ewabinët bëjnë mëkate, ata kurrë nuk e braktisin pendimin. Ibn Abbasi radiallahu anhu ka thënë: ewab është ai i cili kur e rikujton mëkatin pendohet dhe kërkon falje nga Allahu i madhërisëm, që do me thënë se ai e di mëkatin e tij. Ubejd ibn Umejri radiallahu anhu thot: ewabët janë ata të cilët i rikujtojnë mëkatet kur janë vetëm dhe kërkojnë falje nga Allahu xhelle shanuhu për ato mëkate.